Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se ardhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë për një drekë të shpejtë, të shijshme dhe plot shije. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht një tenxhere pak më të madhe, unë do të shtoj një lugë gjelle me gjalp. Unë preferoj që në gatimet e mia ta përdor gjalpën. Ju mund të përdorni vaj ose margarinë sipas shijeve të juaja. E vendosim në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani tek gjalpi i shkrir shtojmë një qep të bërë në rinde. Vazhdojmë që ta skuqim qepën për 2-3 minuta derisa të zbutet pak dhe të fillon të merr një ngjyrë. Vazhdojmë tani që te qepa ta shtojmë mishin. Në total unë po përdor 800 gram mish viçit të prerë në copëza më të vogla. Vazhdojmë që shtojmë edhe një karot të prerë në copëza më të mëdha dhe vazhdojmë i skuqim tani për disa minuta derisa të shohim që mishi është skuqur mirë dhe ka filluar të marrë një ngjyrë të bukur. Tani që mishi është skuqur dhe ka filluar të marrë një ngjyrë, vazhdojmë që brenda në tenxhere të shtojmë një lugë gjelle me miell. Vazhdojmë e fërgojmë edhe për 2-3 minuta tjera tani me miellin, derisa të skuqet mielli pak. Tani që kemi skuqur edhe miellin, bashkë me mishin, vazhdojmë që t'i shtojmë erëzat. Për ngjyrë më të bukur, shtojmë një lugë gjelle me piper të kuq. Shtojmë krypën, unë po shtoj një lugë të mesme me kryp dhe piper zi. Përzijem mirë një herë. Vazhdojmë tani që ta mbulojmë me ujë. Në total, unë do të shtoj 1 litër ujë. E mbulojmë me kapak, gjysëm të mbuluar dhe vazhdojmë që ta zijem një herë për 30 minuta. Pas 30 minutave do të shtojmë ende ujë, do të vazhdojmë që t'i shtojmë edhe bizelet. Pas 40 minuta zierje, do ta kontrolloni mishin se a është zier mjaftueshëm. Nëse copat e mishit nuk ngulet piruni lehtë, ka nevojë që të zihen edhe pak. Unë pasi kisha mish të freskët të viçit, mishi është zier dhe nuk do t'i shtoj më ujë. Por nëse juaja nuk është zier, mund të vazhdoni të shtoni tani edhe 1 gotë e gjysmë me ujë. Dhe ta ziheni edhe për 15 minuta tjera. E tani do të vazhdoj që t'i shtoj bizelet. Bizelet i kam të ngrira. Në total po shtoj 200 gram një bizele. Vazhdojmë në zierje edhe për 15 minuta tjera, derisa dhe kokrat e bizeles të zihen. Dhe të dashur miq, gjella për ditën e sotme është gati. Shpresoj që do të aprovoni edhe ju, do të shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.